Banorët e Tetovës edhe njëherë u tmerruan nga të shtënat e armëve të zjarit. Sipas njoftimeve të policisë, 2 persona të maskuar dhe të armatosur mbrëm me Kalashnikov qëlluan nga një motor skuter në lëvizje në drejtim të shtëpisë së personit me iniciale MT nga Tetova. Për fat të mirë nuk pati viktima, por dëmet materiale ishin të konsiderueshme. 21:15 në sektorin për punë të brendshme Tetovë është raportuar se në rrugën 111 në Tetovë, 2 persona të cilët ka qenë në lëvizje me motoskuter, pra deri tani me targa të panjohura, kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të shtëpisë së personit MT nga Tetova. Menjëherë është vepruar sa i përket raportimit dhe pjesëtarët e policisë kanë dalur në vend të ngjarjes dhe kanë siguruar vendin e ngjarjes, ku janë siguruar dhe janë gjetur diku rreth 30 fishek të shkrepur nga arma e zjarrit apo automatiku. Për rastin në fjalë është njoftuar edhe prokurori publik dhe merren të gjitha masat për gjetjen e autorëve dhe zbardhjen e plotë të rastit. Në vendin e ngjarjes dolën pjesëtar të krim teknikës së sektorit për punë të brendshme. Policia ka vendosur disa pika kontrolli në qytet dhe në zonën malore të Sharrit dhe po kërkon për personat e dyshuar.